Shkodra u elektrizua nga atmosfera e Motofest 2026, eventi që bashkoi qindra motoristë dhe adhurues të rrokut, si dhe vizitor nga vende të ndryshme. Sheshi kryesor u kthye në një skenë të madhe festive me muzikë live, motor dhe një atmosferë unike që dominoi deri në orët e vona. Të apasionuar pas motorëve nga Shqipëria dhe vende të tjera të botës zgjollën Shkodrën për të qenë pjesë e këtij festivali, duke kthyer qytetin në një pikë takim të kulturës moto dhe rock. Është një kënaqësi e madhe të udhtosh me dy goma. Është një adrenalinë po, vetëm ai si e provon, vetëm ai e din. Pra, unë para se me hyp në motor, unë kam një trillë e trupit, kam emocion. Pra, është adrenalinë që ta jep motori. Është kënaqësi e madhe. Është bukur për Shkodrën e për këtë motoristat se bashkohen, festojnë. Jena grupi Stilloins, jena Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Jena 160 anëtar. Mrekulli Gaetman, mrekulli më. E kena prit këtë ditë, po atë vite. Shumë bukur, u kënaq me këtë. Unë dje jam bo pjesëtar i grupit tamam, se kam kënë si fejum. Është rrihet një viti herë i thojnë prospekta. Gjys pjesëtarit. Me që jam bo pjesëtar tamam. Cool, it's amazing actually. Kur të rritë në më bë motorist. Performancat energjike dhe ritmet do të vijojnë plot adrenalin dhe emocion edhe për 2 ditë me radhë, shtuar këtu paradave të motorëve, motoshow dhe koncerteve që pritet të rrisin edhe më shumë numrin e vizitorëve në kryeqendrën e Veriut.